Përshëndetje, Alban Xhani të Vëklan. Elci, jam thjesht kurioz si është kjo praksfit krahasuar me atë të disa viteve më përpara. Po, të them drejtën, për mua tani emocionalisht është gati e njëjta gjë, sepse me vërtet po përjetoj të neshje shumë emocionalisht, se është një neshje shumë e vështirë dhe e bukur për ta luajtur dhe me zor përpres që ti në fush nesër. Masat e sigurisë, çfarë ide të japin deri tani, edhe pse ke 2-3 orë që jeni këtu? Po, këtë masën e sigurisë kanë qenë dhe herën e kalume, besoj që është një gjë që e kanë për sigurinë e tyre, po mund të na japin një karikim ne lojtarëve ose ne gjithëve si kombëtarë që kemi ardhur në Serbi, që me që jena kështu të mbrojtën, duhet kanë rikona çik më shumë për ndeshjen nesër. Ylliaga Digital, Elci, ndeshja 93 kundër Serbisë dhe praktikisht një finale për një bilet mundshme në botror. Je indikuar nga këto faktorë apo vetëm tek fusha e lojës? Faleminderit. Jo, të them drejtën, është një kënaqësi dhe një nder të arrijë rekordin e Loriksonës nëse do arrijë, po unë mendoj gjithmonë për neshën, për kombëtaren, nuk është se është një objektiv që mund të ndryshojnë objektivin që kemi ne si kombëtar ose mu si lojtar. Kështu që besoj që veç jam për skuadrën dhe pastaj do shohim gjëra të tjera mbrapa. Elci, përshëndetje, Elvis Ergja Digital. Keni dhënë ndonjë këshill lojtarëve, sidomos atyre më të rinë në moshë për këtë ndeshje, duke patur parasysh dhe ngarkesën emocionale që ka? Po, të them drejtën, është shumë e thjeshtë, se sot sa erdhëm me këtu, nga sa u nisëm nga hoteli që ishim Tiranë, deri tani besoj që gjithë lojtarët e kanë pa vetë dhe kanë përjetuar emocionalisht çdo gjë që kemi bërë deri tani, dhe besoj që do jetë një gjë pozitive për ne dhe për lojtarët, sepse e kanë kuptuar se si është kjo ndeshje nesër. Elci, Edi Tufa, Top Channel. Para 2 muajsh ne patëm ndjesinë sikur e humbëm një ndeshje që mund t'i merrnim 3 pikët. Sot si eshe këtë prag ndeshje, mendon që i kemi shanset po ashtu që ta fitojmë atë ndeshje? Po, normal që ndeshja kalume, besoj që fitoria ishte për ne, sepse ne luajtëm mirë dhe të më drejten tu do e kemi marrë me njëjtën gjë, sepse një neshje është neshje futbollit, që nuk i dihet se si mund të shkojnë, si ishte edhe në Shqipëri që gjithë po thoshin që mund të ishte shumë e vështirë, shumë ekstreme kështu, po futbolli është futboll, mund të kesh raste ti, mund të shënosh, mund të fitosh ndeshjen ose mund ta humbasësh. Po thjesht dëshiroj që gjithë të japin 100% fushë dhe pastaj sido që të shkojnë do jetë një gjë tjetër që do shohim pas ndeshjes. Sulçe? Altin Sulçe, A2 CNN. Si e mendoni Elci, me që jemi te përqindjet ata 100%, sa përqind ka ekipi ynë që marrin rezultat fitore, barazim humbje? Ne kena ardhur për fitore, nuk kena ardhur për barazim as për humbje, kështu që si thash përpara, ne duhet jemi koncentruar te as 100% ndoshta nuk dalin, duhet jena 120%, sepse me vërtet është një ndeshje delikate dhe e fortë që mund të jetë një finale për ne dhe si për ata, kështu që duhet ta dinë që edhe nga ana tjetër janë njëjtin pozicion si kemi edhe ne. Ysaj, Enos Karço, Retësho. Dihet që është një transfer të vështirë, ndeshje vështirë, kundërshtar i vështirë. Por gjithashtu e dim që kjo është një ndeshje për jashtë apo brenda për ne. A është Shqipëria gati dhe lojtarët tanë gati për të marrë fitoren në një fushë si kjo në Serbi? Gjithë si që unë gjithë e mendojnë si unë besoj që duhet kemi marrë për fitore sepse nuk vim për barazim ose për humbje këtu. Po si thash përpara, futbolli është shumë i çuditshëm, që nuk i di si mund të shkojnë, po gjëja e mirë do ishte si gjithë ne të kena një mendim dhe një mendje për nesër, që tim gjithë fushë, gjithë me një mendje për tesë përpara dhe për të marrë një fitore, kështu që shpresoj që nesër të jetë kjo moment ose dita. Pozdrav gospodine Kisaj, Dušan Pozdrav za gospodina Hisaja. Dušan Uštević, portal Telegraf. Dušan Uštević, portal Telegraf. Pitanje za vas. Srbija ima dosta dobrih napadača, među njima i Dušan Vlahović sa kojima ste imali prilike da igrate u Italiji. Od koga mislite da vam preti najveća opasnost što se tiče napada Srbije?
Po, normal e dim gjithë që Serbia ka lojtarë të mirë, ka sulmuesa të mirë, po kam luajtur dhe në Itali me sulmuesat që ka Serbia, janë gjithë me kualitet, po siç dim dhe ne kemi kualitetet tona, kemi një frym grupi shumë të mirë, jemi lojtarë me eksperjenca, kështu që shpresoj që dim dhe ta përballojmë sulmin e Serbisë. Any other question from the Serbian media? For the player? No? Okay, kjo që dhe pyetja e fundit për Elsin.